Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Vëllezër dhe motra besimtare, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Falendrimet I takojnë Allahu xhalla xjalaluhu, salavatet Muhammed Mustafas, familjes, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin udhën e tij me mirësi deri në ditën e gjykimit. Ju urojmë muaj begat të pranueshëm në agjerimet dhe në ibadetet tuaja, duke lutur Allahun azza wa jalla që ta bëjë këtë muaj që të jetë muaj I cili me të vërtet reflekton në vetvetet tona dhe në familjet tona. Me të vërtet shumë prej njerëzve të cilët jetojmë aktualisht I shohim me fytyra të ngrysura dhe shpesh herë përmendin vetëm frikën ndaj Allahut xhalla xjalaluhu. Madje habitëm tek disa të cilët kur e përkthejnë fjalën e devotshmërisë, pra e takwa, frikën ndaj Allahut xhalla xjalaluhu. Në fakt devotshmëria është diçka që është akoma më tepër se sa frika ndaj Allahut xhalla xjalaluhu. Madje mund themi aty është shpresa për xhenetin amshushëm. Aty është dashuria për Allahun xhalla xjalaluhu, dashuria për pejgamberin Muhammed alayhi salatu wasalam. Saqë dietarët e Islamit përmendin se nëpërmjet dashurisë fitohen zemrat dhe fitohen gradat më të larta në xhenetet e amshushme. Dashuria është ajo e cila e bën muslimanin që me të vërtetë me të muslimani të fitojë kënaqësinë e Allahut xhalla xjalaluhu dhe të fitojë xhenetet e amshushme. Prandaj dietarët kur kanë folur për dashurinë, kanë përmendur se Allahu azza wa jalla ka bërë dashurinë e Allahut dhe dashurinë e pejgamberit si një prej gjërave dhe esencave më themelore me cilën muslimani mund të fitojë kënaqësinë e Allahut xhalla xjalaluhu. Dashuria, si thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thalathun man kunna fihinna wajada halawat al-iman. Tre kategori njerëzish të cilët posedojnë këto cilësi do të gjejnë ëmbëlsinë e imanit. Ëmbëlsinë e imanit duke e dashur Allahun xhalla xjalaluhu, që të jetë Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam I dashur në zemrën e tij më tepër se çdo gjë tjetër. Kjo është ëmbëlsia e imanit, grada më e madhe e imanit, ku besimtari e fiton atë duke e dashur Allahun xhalla xjalaluhu dhe pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por dashuria me cilën Allahu xhalla xjalaluhu na ka obliguar ndaj Allahu xhalla xjalaluhu dhe dashuria ndaj pejgamberit na bën që të fitojmë gradat më të larta në xhenetet e amshushme për shkak të kësaj dashurie. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam na porosit që ne ta ndjejmë atë në vetveten tonë për të dashur Allahun xhalla xjalaluhu, se kur e don Allahun, atëherë shprehesh me të në ibadete me dashuri, jo me frikë. I kryen ibadetet dhe adhurimet me zemër e cila e don kryerjen e ibadetit dhe e don sepse don Allahun xhalla xjalaluhu. E don takimin me Allahun, pa don t'i veprojë veprat e mira dhe punët e mira. Po kështu dashuria ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në një hadith, të cilin thot ahibullah lima yaghdukum min ni'amihi. Thot ta doni Allahun xhalla xjalaluhu me për shkak të mirësive të cilat Allahu ju ka dhënë ju, për shkak të atyre gjërave që Allahu ju ka dhuruar shëndetin, ju ka dhuruar mendjen, ju ka dhuruar shikimin, dëgjimin, ju ka dhuruar Allahu xhalla xjalaluhu në këtë dynja mirësitë shumta, siç thotë në ajetin kuranor, nëse dëshironi ti numëroni mirësitë Allahut, nuk mund ti numëroni. Thot, vazhdon hadithi, thot, ta doni Allahun për shkak të mirësive që ju ka dhënë. Thot, dhe të doni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për dashurinë që keni për Allahun xhalla xjalaluhu. Wa hibbuni bi hubbillahi.
Thot të adoni pejgamberin për shkak të dashurisë së Allahut xhalla xhelaluhu. Dhe të adoni familjen e pejgamberit për shkak të dashurisë që kemi ndaj pejgamberit alayhis salatu selam. Shpeshherë habitemi me njerëzit të cilët i din emrat e futbollistëve, i din emrat e këngëtarëve apo të aktorëve, por nuk din emrat e pejgamberit alayhis salatu selam. Nuk din emrat e fëmijëve të tij. Atë njeri i cili Allahu Azza wa Jalla i ka dhuruar Kautherin, atë njeri i cilit Allahu e ka graduar dhe e ka lartësuar, me të vërtet, Allahu Azza wa Jalla na ka treguar se ai është njeri, por ai është njeri i cili ka kaluar dhe ka shkuar në gradat më të mëdha të xhennetit. Nuk është njeri do si do. Ai është njeri i cili shkoi tek Sidratul Muntaha, tek pema e fundit, për takuar Allahun xhalla xhelaluhu. Ai është i cili i ka zbritur revelata. Kul innama ana basharun mithlukum. Thuaj unë jam njeri si ju. Por kjo për treguar se si ne do të përfitojmë prej cilësive njerëzore të Muhammed Mustafas, siç ai marrin prej tij adhurimet, ibadetet, mënyrën e jetesës në familje dhe në shoqëri, por në anën tjetër uhje. Çfarë i ka zbritur revelata, është njeri i lartësuar ke Allahu xhalla xhelaluhu, prandaj është obligim dashuria ndaj pejgamberit alayhis salatu selam. Është obligim ndaj atij personi i cilit Allahu Azza wa Jalla e ka lartësuar, saqë guri jep të selam. Për këtë do të recitojmë një vjersh në cilën e kam shkruar, ku thot: atë e përshëndeste guri, kur kalonte i jepte selam, e kam derin ty të përshëndes dhe gëzohem kur ti e pran. Aty ullur mbi dru pushonte, sa që prej vetës kur atë e largoj, me zë të lartë druri vajtoj. Pas prekjes së ti, druri pushoj. Njerëzit e pan me habi, u ngritën plot me kurreshtje. U afruan pranë ati druri që qau e u atheu atë heshtje. Si kur dora e ti bujare, drurin të mos e kish ledhatuar, deri në ditën më të mrame, do të ishte duke rënkuar. Ai ishte vetëm një dru. Kur mbi të ulej ai Rasul, e ndjeu druri mungesën e ti, pse mbi të më, ai nuk ul. Për këto zemra prej mishi, a nuk duhet që t'i ngjanin drurit, në vaj duhet t'ishin mbytur, pse janë larg prej Rasulit. Sa më shumë jemi larg ndaj Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, larg dashurisë për të, larg ndjekjes së udhës së tij, ne jemi me të vërtet larg realitetit, larg kënaqësive të Allahut xhalla xhelaluhu. Për këtë ne duhet i thrasim vetvetes tonë për ta shtuar dashurinë ndaj tij, se dashuria ndaj tij na bën që të përfitojmë ndaj jetës së tij, por njëkohësisht duke mësuar ndaj jetës së tij, përfitojmë vetvetet tona. Me të vërtet, kjo dashuri me cilën e bën që ta duam Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, na jep që të kuptojmë shumë mirë se një ditë prej ditësh një prej djemve, prej djaloshëve, prej shokëve të Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam e kuptoi shumë mirë gjendjen e tij në botën e përteme, sepse ai gjente në takimin me Muhammed Mustafan, gjente kënaqësi, gjente ato me cilën nuk e ndjente në asnjë vend tjetër, duke gjetur qetësinë e tij shpirtërore dhe kënaqësinë e tij trupore që e shikonte atë, duke u kënaqur duke takuar Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam, sa që i thot: ja Rasulullah, thot: o i dërguari i Allahut, innaka fil jannati ma'an nabiyyin was-siddiqin wa ana lam akun ma'aka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ana dunaka fil jannah in kuntu fiha wa in lam akun fiha falan araka ya Rasulullah. Thot: ja Rasulullah, ti thot do të jesh me pejgamberanët, me njerëzit e ndershëm, me ato të sinqertët, kurse unë nëse do të jem në xhennet, jam larg teje ja Rasulullah. E nëse nuk do të jem me të, nuk do të shoh ti kur ja Rasulullah.
Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti. Por pas pak I vjen Xhibrili e I zbret ajetin kuranor ku Allahu azza wa jalla na thot në Kur'an: "Wa man yuti Allaha war rasul fa ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim min فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا." Ata të cilët Allahu Gjelle Gjelaluhu I ka bërë që t'i binden Allahut, ta duan Allahun, ta duan pejgamberin, ata do t'jenë me ata njerëz të cilët I ka graduar Allahu, pra me pejgamberët, me njerëz të sinqert, me dëshmorët, me njerëz të drejtë të ndershëm. Ato do të jenë në gradat më të larta në xhenet. Ata janë ato njerëz të cilët Allahu ju ka derdhur ndaj tyre mirësinë e Tij, për shkak të dashurisë që kanë ndaj pejgamberit alayhis salatu wassalam. Vjen një burr një ditë dhe I thot pejgamberit alayhis salatu wassalam, I vjen I thot pejgamberit alayhis salatu wassalam: "Ja Rasulullah, me të sa?" I thot: "O I dërguari I Allahut, kur do të bëhet kiameti?" E I thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, I thot: "Wa madha a'adatta laha?" Çfarë ke përgatitur? Ti që po pyet për kiametin, ti që po pyet për vdekjen, ti që pyet për botën e përteme, a je përgatitur për të, se ajo është udhtim I cili s'ka kthim brapa? E ai burri, ai shoku I tij I thot: "Ja Rasulullah, unë nuk kam përgatitur shumë gjëra, nuk kam ndoshta punë të mëdha, punë të shumta, por unë e dua Allahun Gjelle Gjelaluhu. Unë e dua Allahun dhe e dua pejgamberin, e dua të dërguarin e Tij." E atëherë pejgamberi alayhis salatu wassalam I thot: "Innaka ma men ahbabta, anta ma men ahbabta." Ti do t'jesh me atë që don. Ti do t'jesh atë që e ke dashur në zemrën tënde, atë që e don, me të do t'jesh në xhenet, do t'jesh ka Allahu Gjelle Gjelaluhu, me pejgamberin alayhis salatu wassalam, do t'jesh me njerëz të ndershëm. Prandaj thot Enesi radiallahu anhu, transmetuesi I këtij hadithi, thot: "Ma farihna ba'da al-islami bi qawlihi innaka ma man ahbabta." Nuk kemi gëzuar më tepër, pasi jemi gëzuar për fenë islame të cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu na e ka dhënë, nuk kemi gëzuar për gjë tjetër më tepër se sa fjala e pejgamberit alayhis salatu wassalam: "Ti je me atë që don." Prandaj o besimtar, sa e duam Rasulin sallallahu alaihi wasallam, sa e duam Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ai cili me të vërtet ne ka dhënë këtë përgëzim që ai që e don pejgamberin do të jetë me të në xhenet, ai cili ne ka dhënë këtë bushra. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka këshilluar Enesin radiallahu anhu, I ka thënë: "O djalosh, I ka thënë, mundohu që të mos kesh në zemrën tënde armiqësi, smir, xhelozi, pra s'kënd për muslimanëve. E I ka thënë, dije se nëse vepron këtë, kjo është prej sunetit tim. Është prej veprës time, është prej punës time, është prej trashëgimisë time. Prandaj, nëse e bën këtë, është prej sunetit tim. O djalosh, dije se ai që e vepron këtë sunet timin, le ta dije se ai njeri është prej njerëzve që unë e dua. Ai njeri që cilin e dua unë, ai atë njeri të cilin unë e dua do të jetë me mua në xhenet." Subhanallah. Ai don që t'jesh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Ai don që t'jesh pranë tij në xhenetin e amshushëm. Atëherë ti veprojmë disa punë të cilat na bëjnë që t'jemi pranë pejgamberit alayhis salatu wassalam në xhenetet e amshushme. E para është që ta ndjekim udhën e Tij. Ta ndjekim siç na thot Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an: "Thuaju, nëse doni që ta ndiqni, nëse e doni Allahun Gjelle Gjelaluhu, ndiqni udhën e pejgamberit alayhis salatu wassalam." E dashuria ndaj pejgamberit është dashuri ndaj Allahut Gjelle Gjelaluhu. Dashuria ndaj pejgamberit është dashuri ndaj Allahut, prandaj ndiqë udhën e Tij. Pasoja atë. Mos neglizho në atë udhë me cilën ishte ai, sepse ti dëshiron që ti jesh në gradat më të larta pranë Tij, në mezhliset më të afërta. Prandaj që ti jesh në mezhliset e Tij, pasoj udhën e Tij. Së dyti, nëse don që ti jesh pranë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ti jesh me të, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai cili
dëshiron që t'jetë më afër meje në xhenetet e mshushme, let i shtoj salavatet. Let i shtoj salavatet. I shtoni salavatet ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se salavatet ndaj pejgamberit na ngren gradat tona dhe na bëjnë që të jemi në xhenetet e mshushme. I ngren gradat tona dhe na bëjnë që të jemi në mirësi të Allahut xhelle xhelaluhu, që të jemi pranë mezhlisit të tij. A ka gjë më të mirë që të jesh me xhliset e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam? Ne me vërtet nuk i kemi parë atë me sy, nuk i kemi patur fatin që ta takonim atë, por pejgamberi ka dhënë përgëzim. Ka thënë, pas me do të vinë besimtar, njerëz të cilët e duan Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam më tepër se çdo gjë tjetër. E dashuria ndaj tij është plotësimi i imanit. Plotësimi i imanit, siç i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam Omerit, la ya Omer. Jo, o Omer, nuk e ke imanin e plot pa e dasht Muhammed Mustafa më tepër se veten tënde, më tepër se çdo gjë tjetër. E ne e dua Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Se dashuria ndaj tij dhe përmendja e tij është përmendja e Zotit. Prandaj dietarët kanë thënë tek ajeti kuranor fadhkuruni adhkurkum. Kur Allah azza wa jalla thot, më përmendni mua, t'ju përmendun ju, thot është salavatet ndaj pejgamberit janë përmendje e Allahut xhalla xhelaluhu, saqë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam man salla alayya marra sallallahu alaihi ashra. Kush bie një herë në salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka rënë 10 herë Allahu xhalla xhelaluhu mbi të. 10 herë Allahu xhalla xhelaluhu ka përmend. Kuptoje se çfarë grade ka të përmendje Allahu xhalla xhelaluhu. Kur të përmendë Allahu në këtë dynja, do të përmend ditën e Kiametit, do të thotë, ej, ti o filan, i biri filanit, e do të thras me emrat më të mirë. Ej, akthi se emri jot është i njohur tek unë. Emri jot është i njohur ke me lajqet që jetojnë qiej. Emri jot është i njohur ke ato njerëz të cilët e duan Allahun dhe e duan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Salavatet ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam janë edhe qetësimi i zemrës dhe i shpirtit, por ato janë gjithashtu edhe fshirje e mëkateve, gjunaheve. Ato janë largimi i fatkeqësive. Shpeshherë dietarët i kanë përmendur se shtimi i salavateve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të thotë dashuri ndaj Allahut, por largimi i fatkeqësive. Tregimet janë të shumta. Tregimet janë të shumta që kanë ndodhur për shtimin e salavateve, për thënien e tyre. Dhe për këtë Allahu xhelle xhelaluhu e ka bërë që besimtarët të shtonin salavatet, besimtarët shokët e pejgamberit të gëzoshin dhe ta donin atë, saqë e kanë thënë dhe në vjersh kullu musibatin ba'daka. Çdo fatkeqësi përderisa ti je mirë ja Rasulullah nuk ka rëndësi, është e pavlefshme, s'ka problem, e kalojmë. Ama kur u larguan nga kjo botë, Bilali nuk mundi që ta plotësonte ezanin. Kur larguan këtë botë, kur shkoi tek fjala wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, Bilali nuk mundi që ta vazhdonte. Syti lotonin, zemra i pikëllohej se nuk mund ta kishte pranë, por Bilali kur i erdhi momenti i vdekjes i thirrri fëmijët e tij dhe i mblodhi pranë tij dhe tha tani unë do të takoj të dashurit e zemrës time. Tani do të takoj ata cilët unë i dua, do të takoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ai besimtar që e don takimin me Allahun, e don takimin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e përmend atë. E përmend atë ashtu siç i takon për të përmendur. E don atë ashtu siç duhet, sepse ai ishte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu ja shpëlbeft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.